po votohet me kusht në Prizren, tani do t'jetë kolegja jonë Qendresa Tërshani, ajo e cila do të paraqiten nga qendra me kusht në këtë qytet që është ndër më të mëdhenjt e Republikës. Përshëndetje Tërshan, edhe kësaj here është rritur numri i atyre që ja kanë mësyrë kësaj qendre për të votuar tani kur po shkojmë drejt fundit? Po lajmërohemi këtu nga Shtëpia e Kulturës në Prizren, që është shndruar në qendrën e vetme me kusht ku mund të votojnë krejt qytetarët e Prizrenit, dhe kësaj here mund të themi edhe për dallim nga herat e kaluara kur ky objekt ka pasur po ashtu funksionin e njëjtë, është shënuar rekord sa i përket të qytetarëve që kanë ardhur për ta shfrytzuar këtë të drejtë pra të votimit me kusht. Sipas informacioneve që kemi marrë nga përgjegjësit në këtë qendër, numri i tyre është rreth 500 që kanë votuar deri tash. Aty diku, derisa nëse e krahasojmë me zgjedhjet e shkurtit, po ashtu edhe të zgjedhjeve lokale në raundin e parë, po ashtu edhe balotazhi, numri ka qenë shumë më i vogël, tazë me zgjedhjet e shkurtit, numri i qytetarëve me kusht ka qenë rreth 300, që i bie ka një dalje më të madhe të qytetarëve që po vinë kryesisht të kjo qendër për të votuar me kusht. Disa prej tyre i kemi takuar edhe ne paraprakisht, tash te kjo salla ku jemi ne i kam përfunduar shumica procedurën e votimit, që i bie së pari procedura e verifikimit këtu, mandej vendosja e tikut te subjekti politik dhe po ashtu te kandidatët që dëshirojnë të përfaqësojnë ata kushdo që voton në Parlamentin e Republikës së Kosovës, dhe më pastaj është kjo procedura e fundit kur vota vendoset në zardh dhe më pastaj hyn në këtë kuti që edhe mund të vërtetohet që është pothuajse e mbushur për shkak të edhe të interesimit të madh të qytetarëve për të votuar te kjo qendër me kusht, që siç e thamë edhe më herët ka shënuar rekord nëse e krahasojmë edhe me zgjedhjet e shkurtit, po ashtu edhe me zgjedhjet nacionale. Po ashtu interesim të qytetarëve për të votuar edhe në këtë pjesën tjetër, që kutia them të drejtën duket edhe më e mbushur se ajo paraprakja, po e shohim edhe pajisjet ndihmëse të punonjësve me të cilat pra i palosin temi kështu votat, pasi janë edhe më të dendura dhe sepse duhet futur paraprakisht në një zarf dhe të futen më pastaj edhe në kutinë e votimit. Numri i qytetarëve këtu duket që është edhe më i madh, ka edhe në pjesën tjetër po ashtu ku mund të votojnë qytetarët me kusht. Vlen të përmendet që numri i tyre është shtuar edhe më këto orët e fundit para se të mbyllen qendrat e votimit, për arsye se qytetarët disa që kanë qenë në punë edhe sot e kanë përfunduar tashmë orarin e punës dhe ja kanë mësyrë kësaj qendre të vetme me kusht ku mund të votojnë në komunën e Prizrenit, komunën e dytë më të madhe në Republikën e Kosovës pas kryeqytetit. Do të tentojmë të flasim me dikë prej tyre, po shohim që janë në proces të votimit, pasi ta përfundojnë atë dhe ta vendosin votën pikërisht në zarfin që cilin e përmendëm pak më parë, pra ku hyn vota, më pastaj paloset dhe futet në kutinë e votimit, pra kutia e votës me kusht. A mund t'ju pyesim si shkoi procesi? Jo, nuk kanë dëshirë të deklarohen për televizionin, megjithatë procesi i njëjtë vazhdon me krejt ata që vinë këtu për të votuar, që kësaj here në Prizren është dukshëm më i madh se në zgjedhjet e shkurtit, po ashtu edhe ato lokale. A mund t'ju pyesim si shkoi procesi? Faleminderit. Kanë dëshirë për të votuar, por jo për të deklaruar, megjithatë ne do të jemi këtu dhe dëshirë ose deklarimet e atyre që i bëjnë për televizionin dhe procesin e votimit dhe nëse ka ndonjë parregullsi do e sjellin për gjyqësuesit në këtë maraton zgjedhore. Të tilla nuk ka pasur deri tash, kemi marrë informacione që nuk ka pasur asnjë telashe në këtë qendër votimit që është e vetmja me kusht në Prizren. Tash po ulë pak me pamje të qytetarëve që janë në radhë dhe po presin për të votuar me kusht pikërisht këtu te qendra e vetme e votimit me kusht në Prizren. Ishim drejt për drejt nga Prizreni me kolegën Qendresa Tërshani, që solli të rejat nga qendra me kusht, pra që Shtëpia e Kulturës në këtë qytet, siç na tregoi Qendresa, është shndruar pra në qendrën e votimit me kusht në këtë komunë. Ndërkaq që do të kemi tani në studio kolegun ton Enis Reqica, i cili gjatë gjithë ditës, her pas here, sjell statistika mjaft interesante që karakterizojnë proceset zgjedhore. Po kushtojmë faleminderit edhe ju, Velinda, faleminderit shumë për këtë atmosferë që po e sillni zgjedhore tek shikuesit që na po i përcjellëm jashta regjistrit këtë shikuesit gjithandej Kosovës dhe jo vetëm. Tash po du me fol për çështjen e legjislaturave, sepse diskutohet edhe më herët idenë se si erdhën këto palë zgjedhje dhe çka ndodhin këto zgjedhje. Normalisht ndodhe ajo që nuk është pritur dhe nuk është parë ndonjëherë në historikun e demokracisë